kërkon të bëjnë lëshime në Partisë Demokratike, duhet thënë që i kanë bërë ato lëshime. Problemi i madh do të ishte nëse ne do ta kishim nisur këtë gjë dhe partia më e madhe e opozitës, Partia Demokratike, do ta kishte penguar ose nuk do të ishte e gatshme. Në fakt nuk jemi në atë pikë, përkundrazi, Partia Demokratike, siç e tha dhe rektori, ka qenë e gatshme që jo thjesht të bashkëpunojë, është në dorën e bashkëpunimit, por edhe të bëjë lëshimet e duhura meqense e ka atë pozicion. Sa i sinqert është nervi i bashkëpunimit? Është njëra anë të bësh, të lëshosh, dhe ndoshta mosbesimi vjen për shkak të faktit që përgjithsisht në qasjen politike, faktorët me peshë politike tregojnë o hileqar o të pabesë ndaj më të vegjëlve kur vjen puna tek ndarja e pushtetit pastaj. Unë personalisht në politik nuk i besoj premtimeve. Nuk i besoj qëndrimeve të shpallura e deklaratave. Faktori që ti mund t'i besosh më tepër në politikë është interesi. Nëse do të shohësh se çfarë motivon më tepër një parti politike ose një politikan për të mbajtur një qëndrim, për të qëndruar fjalës dhënë, është gjithmonë interesi. Dhe pyetja në rasti konkret është kjo. A janë interesat e këtyre partive të rreshtuara në të njëjtën linjë? Unë mendoj që po. Po, kur i pyet, ata të gjithë thonë çfarë synon? Ne synojmë të largojmë Ramën nga pushteti. Patjetër.